Kuzhina është vendi ku ne, gratë, kalojmë një pjesë të jetës. Kujdesi për të gjithë që t'i ushqejmë në mënyrën më të shëndetshme dhe më të mirë, me perime, meshë cilësor, patjetër me yndyrna dhe sheqer. Mëngjesi, dreka, darka dhe dezerti. Një kërkesë e madhe nga organizmi. Hej, që e ndonë këtë sene? Qëka është që kjo në orë? Kjo është në familjen e pitës. Ko ka familje që pëlqen? Kjo është sikur lulja. Disa lule dojnë ma shumë ujë, disa dojnë më shumë dritë, disa dojnë më shumë ajër, disa duhet brenda, disa duhet jashtë. Edhe organizmi njeriut i ka specifikat e vetat, cilave ne duhet tu adaptohemi në rast se duam të jemi vitali. Se cili është unik, se cili është në formën e vetë. Ka kollën ma ka ndalu. Ushqimet e thata mi ka ndalu, atë këto najherë po do të me bolë ushqime. Qka me hongër kur jenë punë, qka do të me përësit? Kur flasim për dietë, gjithmonë ta kemi parasysh se kemi të bëjmë me një ushqim të shëndetshëm. Më kanë ndihmu shumë ma mirë gradualisht me hub peshë, dhe me thonë, nëse du me hub 2-3 kg, shkojnë që ato që gjithmonë e zvogloj ushqim. Personalisht mendoj që thënja, hani, pini, por kujdes, mos e teproni, është këshilla më e mirë për të gjithë ne, në mënyrë që të jetojmë të shëndetshëm. Tryeza e mbushur me familjarë që sjellin biseda dhe gaz është e këndshme. Janë ata që hanë për të jetuar mirë dhe shëndetshëm.